Panajot dhe Boni Hamzallari janë dy vëllezër nga Korça që po bien në sy për pasionin dhe aftësitë e tyre muzikore. Ata interpretojnë në kitar dhe këndojnë, ndërsa gjatë ditëve festive janë gjitur disa herë në skenën e Pazarit të Vjetër, duke krijuar atmosferë për vizitorët e shumt që kishin zgjedhur qytetin juglindor për festat. Ne kemi rreth 10 vite që këndojmë dhe merrem me muzikën live. Këngët kryesore që janë për ne janë serenate korçare, sepse është brumi ku ne jemi rritur. Në ato jemi rritur, në ato jemi mësuar dhe është muzika e shpirtit tonë. Neve studiojmë dhe rrymën rock, edhe luajmë edhe rock. Domethënë bashkia na ka ndihmuar dhe na ka mbështetur në shumë aktivitete që ata kanë patur, na kanë ftuar. Unë luaj në disa instrumenta, jam multi-instrumentist dhe vokalist. Unë luaj në kitar, jam basist për disa banda të ndryshme, edhe vokalist në bandën time. Në zhanrin kryesor është rock, hard rock, aty jam ndjer mirë, kemi disa krimtarit tonat origjinale që së shpejti do t'i lançojmë, pak nga pak, për të kënaqur në radhë të parë shpirtin ton, edhe për të kënaqur disa njerëz me kokra që pëlqejnë këtë lloj muzike. Si vëllezrit Hamzallari janë të shumtë edhe të rinj të tjerë në juglindjet e vendit që kërkojnë më shumë mbështetje institucionale për të zhvilluar dhe promovuar talentin e tyre artistik.